Presidenti Donald Trump nuk pranoi të përgjigjej i pyetjeve të gazetarëve nëse SBA-ja do t'i bashkohet Izraelit për të goditur Iranin ose objektet e tij bërthamore. Ka një ndryshim të madh midis tani dhe një javë më parë. Ndoshta do ta bëj, ndoshta jo. Dua të them, askush nuk e di se çfarë do të bëj, shtoi presidenti amerikan. Trump u tha gjithashtu gazetarëve se të martën ka biseduar në telefon me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ky i fundit është ofruar që të ndërmjetësojë me Iranin, por Trump ka refuzuar, duke i thënë së pari të ndërmjetësojnë për Rusinë. Trump gjithashtu tha se ka inkurajuar kryeministrin Netanyahu që të vijojë luftën në Iran. Duke folur në oborin e Shtëpisë së Bardhë, Trump tha se Irani ka propozuar bisedime. Ai nuk dha detaje, ndërsa e përshkroi Iranin si krejtësisht të pambrojtur. Nga Teherani përgjigjja ishte e menjëhershme. Asnjë zyrtar iranian nuk ka kërkuar të përulet përpara portave të Shtëpisë së Bardhë. Irani nuk negocion nën presion, tha ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara. Edhe ushtria amerikane është e shtur mbi veprimet që mund të marrë, por është e gatshme të zbatojë çdo urdhër që mund t'i jap presidenti Trump. Duke dëshmuar para Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit, sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth la të kuptohet se drejtimi i SBA-s mund të bëhet më i qartë ditët në vijim. Më herët ishte udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, që hodhi poshtë kërkesën e presidentit Trump për t'u dorëzuar pa kushte. Në fjalimin e tij të regjistruar, të transmetuar në televizion, paraqitja e tij e parë që nga e premtja, 86 vjeçari Khamenei tha se amerikanët duhet ta dinë se çdo ndërhyrje ushtarake do të shoqërohet padyshim me dëme të pariparueshme. Njerëzit inteligjent që njohin Iranin, e njohin kombin iranian, e njohin historinë e Iranit, nuk do ta shqiptonin kurrë një fjalë të tillë, kujt i dorëzohemi, kombi iranian nuk mund të dorëzohet, ne nuk I jemi nënshtruar askujt dhe nuk do të pranojmë asnjë lloj nënshtrimi. Ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një fjalim drejtuar kombit të mërkurën pasdite tha se regjimi Ayatollahëve po goditet me forcë të jashtëzakonshme. Ai falenderoi presidentin Trump për mbështetjen dhe zotohet të luftojë deri në fund. Pas retorikës filloi shkëmbimi I sulmeve me raketa të mërkurën pasdite. Re të larta tymi u pa në lindje të Teheranit, ndërsa Izraeli intensifikoi sulmet kundër Iranit. Gjithashtu avionet izraelit sulmuan objektiva në Iranin perëndimor. Irani u kundërpërgjigj gjithashtu me breshëri raketash ndaj disa objektivave. Sirenat e sulmeve ajrore ranë në Tel Aviv dhe në Izraelin qendror. Jetesa në këto kushte po bëhet e vështirë për qytetarët izraelit. Shumë janë të detyruar të kalojnë natën në bunker ose në stacione metroje. Këtu qytetarët I natosur pasi raketat iraniane u kanë shkatëruar shtëpitë dhe I kërkojnë llogari një prej ministrave më ekstremistë të kabinetit, Itamar Ben-Gvir. Pse e provokuat Iranin, thot qytetari. Ministri përgjigjet, nuk e dinim fuqinë e raketave të Iranit. Ndërsa lufta ka hyrë në ditën e 6, Izraeli vazhdon të ushtrojë presion dhe Shtetet e Bashkuara ta ndihmojë për të shkatëruar programin bërthamor të Iranit, në veçanti të përdor bombat anti-bunker. Por pas 6 ditë luftimesh, një prej problemeve kryesore për Izraelin është tani aftësia financiare për ta vazhduar luftën. Deficiti buxhetor arriti në 36 miliard dollar dhe shumë shpejt qeveria do të detyrohet të kërkojë ndihmë të huaj. Siç thekson gazeta antiqeveritare Haaretz, problem është edhe numri I kufizuar I raketave antiajrore. Me përshkallëzimin e konfliktit, diplomatët amerikanë kanë filluar të largohen nga Izraeli. Këtë e bën të ditur një deklarate ambasadës në Jeruzalem.